Club FM. Hey, përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My Friends. Nuk bën mirë treshe më Arbër. Na that syt. Tresha ka mbetur vetëm në memorien tonë dhe në kujtimet tona. Kjo Leila Kraja nuk e di pse na tradhton të mërkurave. Që kur doli dielli Leila Kraja që kur u dashurua me Eni Sheun. E harroi dyshën e saj. Sa preferuar dhe shkon në bredd detrave të jo vetëm të Shqipërisë tashmë, po edhe jashtë kufive. Turqira në përgjëra. Si ke qenë një herë këtë javë? Mirë. Mirë, ti si ke qenë si kumbull? Mirë, me bollëk kjo javë me lajme. Me lajme, pas çfarë furnizuar, showbizi. Si ishte bollëk lekash. Bollëk mirëqenie. Ty të lumt goja se ndoshta dëgjon në universi dhe po na ndodh edhe kjo, por me lajme ka qenë super plot. Do diskutojmë sot për të tilla tema që janë bërë publike gjatë kësaj jave, po ashtu në pjesën e dytë do të kemi të ftuar aktorin Nik Xhelila, i cili ndodhet në Shqipëri për momentin, edhe ka ndodhur shpesh që kur rastis që të jetë në Shqipëri, kjo studio e Top Albania Radios është, le të themi, e mirë pret dhe ai e pëlqen për të qenë prezent këtu, për të folur jo vetëm për sa i përket karrierës së tij, por edhe gjërave të tjera me të cilat do diskutojmë në pjesën e dytë të programit. Tani do të kalojmë tek muzika, që në këtë hyrje të programit ju përshëndesim me muzikë të bukur. Është pikërisht Armal Meta, një shqiptar tjetër. Ferma, një shqiptar tjetër i suksesshëm i famshëm jashtë. Ferma Li Orologji. E ndjekim tani, rikthehemi pas pak. Arbër. Kujdes miqit kam larg një si fillim se po këtë tani se ju thoni dhuna e burra dhe grave, po. Më fal, po kjo periudhë ka qenë mos e hap derën se hap shpull, as derën e avionit. Çfarë sa kam parë syt, domethënë kur ha shpullë dhe presidenti i Francës, imagjino burrat e tjerë. Ka bërë xhiron e botës videoja që Brigitte Macron zjat duart, le të themi, nuk po e quajmë shpull, tamam, se si nuk ta interpretojmë, ai dukesh sikur ai mu duk një moment si Matrix, kështu domethënë pati një. Po mund të themi që i dha dashuri. Ashtu do ta quash. Apo. Të lehtë burrit të saj në fytyrë. Po. Tani nga reagimi zyrtar presidencial francez ishte që ishte një lloj shakaje që ata po bënin me njëri tjetrin, pra ishte një formë dashurie. Tani se si ka qenë e vërteta, këtë besoj se nuk do ta kuptojmë ndonjëherë. Ai dukesh disi i shqetësuar në ato sekonda të merrit. Kurse unë mendoj që nuk ishte një shpull, por ishte butoni mute i grave franceze. Është rasti, domethënë, e bukur ishte se mendonte se ishte i fshehur, ishte interesante si sken. Edhe pastaj doli sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë, të dy dolën si bukurosh atë ditë. Sepse Arbër ai mund të jetë presidenti i Francës, por CEO i jetës së tij mbetet Brigitte. Po, ai çik më e madhe në moshë, kështu, çik, domethënë çik shumë më e madhe. I zavon fjala. Dhe jo vetëm fjala. Ju kujtua i momenti kur e ka pas zysh ka vështirën. Që e kapte këtë nga basetat edhe. Ta lëret ç'më duhet atë, eci si djalin bar. Zyrtarisht në fakt ka qenë momenti më francez i vitit, kishte elegancë dhe diplomaci në ato. Në fakt ai ma vria ças po kalon këto 2 javë të fundit nga shtrëngimi i duarve të gishtave të Erdoganit që nuk e lçonte. Dhe shpulla e gruas. Me një shpull që erdhi e paketuar si një Chanel në vetëm një moment në avionin presidencial dhe romantik që ka patur Macron në këto 2 javë. Ka qenë me Edi Rama. Ka qenë dora me Edi Ramën ikonike. Në fakt, të gjitha memet që janë bërë në Shqipëri në lidhje me këtë incident kanë qenë pikërisht kështu, s'ka faj Brigitta. Dhe mua, po të më kishte kapur dorën burri Edi Ramës në atë formë, do isha bërë xhelose. Ka qenë momenti kur po sqaroheshin. Po zgjidhin hallet. Nëse është diçka që ishte vërtet kështu bëri xhiron e botës si lem. Tani presidenca franceze ka thënë që ishte, le të themi, një shaka dhe jo dhunë nëpërmjet 2 personave në një marrëdhënie çifti. Patjetër. Po se çdo thoshi në fund të ditës. Kjo është ajo patjetër deklarata zyrtare që do kanë bërë. Pa ajo që mund të nxjerrim si leksion është që president ose jo të gjithë janë njerëzor në fund ditës. Ndonjëherë ne i idealizojmë të gjithë ata që janë sidomos në botën e politikës, liderat botëror, që janë
njerëz pa prekshëm, po nuk ka para gruas tha, nuk para CEOs familjes të pa prekshëm. Okej, shkëputemi me pak muzikë tani dhe do të rikthehemi sërish me një tjetër lajm që po ashtu ka qarkulluar gjatë kësaj jave. Kolegi nderuar, ti që je fshatar dashës, fshat të dashës. Katun dashës, po. Katun të dashës edhe njeri që të pëlqen kjo pjesa e mbjelljes, korrjes. Kam një lajm shumë të mirë për ty, mund të marrësh 100.000 euro. Ku mos e mora direkt? Në Maqedoninë e Veriut, me sa duket qeveria ka vendosur një fond prej 100.000 eurosh për çiftet që vendosin të lënë qytetin dhe të kthehen në fshat. Si të duket si gjë? Ne interesante shumë si gjë, varet se unë nuk e kam kriterin e moshës, ja ti tregoj unë ty tani. Di pak të kushtet deri. Qeveria e Maqedonisë Veriut është bërë si ato gjyshet që t'jep lek vetëm nëse shkon për t'i mbjell domate, ti prashisësh patatet. Kushti është ky, duhet të jesh 9-40 vjeç, ti e plotson këtë kriter. Ka edhe për pak. E kape edhe për pak. Para se të na thyet kurrizi si puna ime që e kam te kaluar këtë moshë, domethënë, duhet marrësh një lop, traktor ose të paktën kazmën dhe të jetosh atje për 10 vite pa u ankuar. Lop e ka për lopën apo jo? Patjetër, po. Domethënë të merresh tamam me punën e fshatit, duke miel, kullotur lopën edhe gjithçka që kanë të bëjnë me. Po e deshe këtë 100 mishen, nuk do të pyes si njeri për Instagram. Do harrosh ato matcha latet që jemi mësuar ne përgatitur për çaj mali, nderuar koleg. Fundja nga influencer do kalosh në fermer, do mbjellësh tokën edhe kam përshtypjen që dhe Instagrami do të funksionojë shumë mirë. Deri tani jemi mirë me kushtet, jemi të arritshme, nuk e di për sa, nuk e shoh këtu te kushtet e përgjithshme, për sa kohë zgjat kjo si marrëveshje, pra 10 vjet, pra 10 vjet duhet jetosh në fshat, të punosh, të bësh punën e fshatit. Çfarë pjesa që s'kam dashur të dëgjoj, domethënë. Dhe nëse ti mërzitesh dhe nuk i plotson kushtet, duhet të kthesh paratë. Domethënë ti mjel lopën për 9 vite e mërzitesh vitin e 9. Vitin e 10 thua, duhet të kthesh 100.000 euro. Dhe 100.000 euro. Mirë. Ky është një lajm që ka qarkulluar në fakt edhe shumë vende po e praktikojnë. Ata mavrit që janë xham fshat apo ata s'quhen? Po shpopullohet para fshati, flitet për fshatrat të cilat po largohen. Ai 100.000 euro që tot rritë 10 vjet. Ai ka ngrënë. Ai do të bëjë një rezidencë. Të bëjë një rezidencë 1 mujore në qytet dhe të rikthehet. Në fakt kam përshtypjen që po e praktikojnë dhe vende të tjera këtë. Kam lexuar po ashtu një lajm i cili thoshte se në Itali disa fshatra të shpopulluar të Sicilisë edhe në zona të ndryshme po investojnë në çifte të reja të cilët mund shkojnë atje të jetojnë. Shtëpia ju dhurohet ose jepet me një vlerë shumë të ulët monetare. Po janë të gjitha kështu me të futmen thonë se me që jemi. Po nuk jam interesuar në detaje për këtë. Unë jam interesuar gjithmonë se më bëjmë përshtypje më dalin kështu dhe merr një shtëpi për vetëm 2 euro për shembull, po. 10 euro eksagjerohet, është shtëpi e madhe atje në qendrën historike kështu ashtu po. Se kur vim te kushtet janë rrethojsh aty për 10 vjet, jetën tënde derisa të vdesësh atje, ti dhe lopët. Edhe në bord kesh një vend specifik për 100 vite të ardhshme që do jetosh aty. Direkt dhe patjetër që të gjitha këto kërkojnë dhe një bazë, sidomos këto të tjera kërkojnë dhe një bazë financiare, investim që ti duhet të bësh për strategjik atë shtëpi. Kështu që po gjithsesi besoj që janë teknika që disi vlejnë, pra ka njerëz që mund të jetë mërzitur jeta në qytet në rastin konkret të Maqedonisë Veriut dhe ky është një incentiv më shumë për të shkuar, sepse shpesh e dëgjon me gjithë ata që janë të stresuar në qytet që thonë do ikin në fshat se nuk rrihet më, nuk duhet dot trafiku, nuk duhet dot njerëzit, do ikin të jetojnë me pulet atje. Kështu që ky paktën e di që ka edhe një 100 në xhep, bën punë ajo. Për të mbiellarat. Ke një lek xhepi që se për çfarë do harxhosh dhe harxhosh për të bler farat për të mbjellur. Për 10 vjet, domethënë i ke këto 100.000 euro. Kështu që okay, kemi edhe këtë, mund ta mendojmë. Maqedonia e Veriut, po ndoshta është momenti që edhe Shqipëria ndoshta të bëjë një ofertë, kundër ofertë Maqedonisë. Po, cilin fshat do zgjidhje? Po të zgjidhje një fshat. Po të paktën të ishte një fshat afër qytetit. Ka një fshat për shembull këtu vdes në Plumbos. Po nga jeti nga Çajupi? Ha, pula gura. Ha, pula gura. Ja, një fshat në fshat u afër që kur na duhet në pak aromë qyteti. Nga Çajupi apo e di gabim? Nga Çepani edhe. Më mirë. S'ka javë për çë, s'ka. Mirë. Okej, mirë. Kështu që po e ndava mendjen edhe unë pres një ofertë nga qeveria po ti jetoj në Çepan.
Po mirë. I kemi kushtet. Shqipëria është pak më e vogël. Distancat janë më të vogla. Po mund të distilojë rakin. Po mund të investosh për ta kthyer në pikë në fshat turistik.